Mirë se keni ardhur në episodin e radhës të Pro Ligj Podcast, të hapësirës tonë të dedikuar për ligjin. Nëse do të diferencoja në të pyetjet e shumta që na vijnë nga audienca, do të diferencoja pa diskutim përmbarimin dhe procedurat përmbarimore. Për këtë arsye, për të qartësuar juridikisht këtë temë, kemi të ftuar sot përmbaruesin gjyqësor privat, zotin Resul Alushani. Resul, mirë se ke ardhur. Faleminderit për pranimin e ftesës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe juve. Resul, çfarë është përmbarimi gjyqësor dhe si funksionon ai? Përmbarimi gjyqësor është institucioni që ju krijon mundësinë palëve për të vënë në zbatim detyrueshëm vendimet gjyqësore. Kryesisht detyrimi është i nevojshëm karshi palës debitore, pasi pala gjyqëhumbëse është ajo që është më e predispozuar për të rezistuar në zbatimin e asaj çka gjykata ka vendosur. Dhe për këtë arsye, ligji ka krijuar dhe institucionin e përmbarimit gjyqësor, i cili mundson palën gjyqfituese që t'i drejtohet institucioni për të detyruar palën gjyqëhumbëse ose palën debitore që njihet në procedurën e përmbarimit të ekzekutimit detyrueshëm, për ta detyruar për të zbatuar vendimin gjyqësor. Në momentin që një palë kreditore ka një vendim gjyqësor të zbardhur, si drejtohet tek një përmbarues dhe si iniciohet procedura përmbarimore? Kjo është një procedurë e thjeshtë fare për palën, nuk ka nevojë as për mbështetjen nga një avokat apo ndonjë gjë tjetër. Vetë pala, pasi ka marrë vendimin gjyqësor të formës prerë në dorë, mund të drejtohet pranë çdo zyre përmbarimore, qoftë private, qoftë shtetërore, dhe me një kërkesë i drejtohet përmbaruesi gjyqësor për fillimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv, që është vendimi gjyqësor ku ai është shpallur fitues. Pas kësaj, mbasi përpilohen kërkesë kontrata dhe nënshkruhet nga përmbaruesi dhe nga palët, fillon procesi i ekzekutimit, duke lajmëruar palën debitore për zbatimin e këtij titulli ekzekutiv. Cila është procedura që ju si përmbarues aplikoni për të shkuar tek debitori? Si e identifikoni atë, si e lajmëroni? Pra cila është procedura në total e kësaj pakete ligjore? E qartë. Atëherë, baza ose ajo çka nga ne i fillojmë mbledhjen e dhënave për palën debitore është titulli dhe urdhri i ekzekutimit. Në raste kur to janë dy dokumenta të ndryshme. Domethënë, generalitetet e palëve që janë pasqyruara në urdhrin e ekzekutimit, në vendimin gjyqësor, është ajo nga përmbaruesi gjyqësor fillon. Përveç kësaj, neve përmbaruesit gjyqësor privat kanë sot akses për disa vitesh edhe në sistemin SIAIP, që është sistem që mundson lidhje me sistemin e gjendjes civile, me DSHTR-n dhe me ASHK-n përmbaruesve gjyqësor. Dhe nëpërmjet këtij sistemi ne kemi mundësi që të verifikojmë edhe gjendjen pasurore, aq sa na mundson sistemi, të palëve që janë pjesë në procesin gjyqësor. Përveç kësaj, mund të drejtohemi zyrtarisht me kërkesë për informacion çdo institucioni publik ose privat, ju mendoni që ka informacion, që ne gjykojmë të nevojshëm për dhënat e ekzekutimit, që duhen gjatë procesit ekzekutimit. Faza e parë e shkresës zyrtare që ju i bëni debitorit, cila është dhe brenda sa ditësh duhet që debitori të reagojë? Me fillimin e procesit të ekzekutimit detyrueshëm, shkresa e parë që i drejtohet palës debitore është lajmërimi për ekzekutim vullnetar, bashkë me të cilën dërgohet edhe një njoftim për deklarimin e pasurive të debitorit. Lajmërimi për ekzekutim vullnetar kryesisht i lidhet 10 ditë kohë palës debitore për ta zbatuar vullnetarisht titullin ekzekutiv. Ka një përjashtim për rastet për disa lloj kredish, domethënë që afati është 5 ditor dhe jo 10 ditor, por gjithsesi është një afat 5 ose 10 ditor që pala ka mundësi për ta zbatuar vullnetarisht titullin ekzekutiv. Pas këtij afati, pastaj kalohet në ekzekutim detyrueshëm duke vijuar me vendosjen e sekuestrave në kredit palës. Para se të kalojmë të ekzekutimi detyrueshëm, i cili e përjashton vullnetin tashmë të debitorit për aq kohë sa nuk ka reaguar tek lajmërimi për ekzekutim vullnetar. Duam të ndajmë një pikë me audiencën. Në çfarë momenti llogaritet që pala debitore ka marrë informacion apo ka rënë në dieni të faktit që kundrejt tij është nisur një procedurë përmbarimore? Ju nisni një shkresë për lajmërim ekzekutim vullnetar, si duhet të reagojë pala që ju ta quani të ezauruar apo mjafton njoftimi postar? Në moment që neve dërgojmë lajmërimin për ekzekutim vullnetar, zarfat përmbarimore dërgojnë bashkë me lajmërimarrje e cila kthehet prapë në zyrën e përmbaruesit. Dhe ajo lajmërimarrje pasqyrohet datën në cilën merr dieni pala debitore.
Dhe afati, si mbas parashikimit të kodit procedurës civile, fillon numërohet nga dita e nesërme e marrjes dieni. Ky përbën të vetmin akt nevojshëm për përmbaruesin gjyqësor që të fillojnë për llogaritjen e afatit 10 ditor. Po. Në momentin që e keni ezauruar këtë dhe kalojmë tek ekzekutimi detyrueshëm, i cili është ai me forcë, le të themi, për ekzekutimin dhe për marrjen e likuidimit të shumës që debitori ka kreditorit. Për zbatimin e vendimit gjyqësor. Nga ky moment, cilat janë veprimet e mëtejshme që ju bëni, sekuestrot, me radhë duke nisur nga sekuestrot që ju bëni në për llogari të bankave të nivelit të dytë që debitori mund të ketë llogari, të aksioneve në rastet kur janë persona juridik, e tjera, pasuritë e paluajtshme dhe e më radhë. Atëherë dua të bëj një saktësim këtu se jo në çdo rast procesi i ekzekutimit ka të bëjë me likuidimin e një detyrimi monetar. Ka raste kur është nevojshme edhe kryerja e një veprimi, lirimi, dorëzimi i një sendi, apo nxjerrja e një akti administrativ, domethënë jo detyrimisht është detyrim monetar, ta qartësojmë këtë pjesë. Kryesisht është krijuar kjo ideja që përmbarimi gjyqësor mbledh borxhet, por nuk është vetëm kjo. Okej, mund të qëndrosh më gjatë kjo pjesë për ta qartësuar pak opinionin publik, nëse e vlerëson. Atëherë me fillimin e ekzekutimit detyrueshëm, domethënë mbasi kalon afati i lajmërimit për ekzekutim vullnetar, përmbaruesi gjyqësor del me vendim për fillimin e procesit të ekzekutimit detyrueshëm dhe paralelisht me këtë dërgon sekuestrot bazë që ne i konsiderojmë të tilla, që janë lajmërim urdhrat e sekuestros në llogaritë bankare në bankat e nivelit 2. Kërkohet informacion pastaj në DRSHTR për automjetën e pronësit palës debitore edhe në ASHK. Pastaj, me marrjen e konfirmimit nga institucionet të pasurive të palës debitore, atëherë dërgohet me njëherë edhe urdhri për vendosjen e sekuestros në pasuritë e paluajtshme, ose në aktualisht të dërgojnë në regjistrin e barëve siguruese për automjetet e personale. Gjithashtu, një veprim tjetër që kryejmë është edhe verifikimi në qendrën kombëtare të biznesit, nëse pala ka një biznes, vendoset sekuestro edhe mbi aksionet e palës në biznesin përkatëtar. Resul, duke qenë se unë e di shumë mirë dhe jam ndjeni që shoqëritë tregtare kanë shumë interes për këtë, sepse kjo ndodh zakonisht që vendoset sekuestro mbi aksionet e shoqërive tregtare. Çfarë të drejtash i pezullohen në këtë moment shoqërisë tregtare, në momentin që një përmbarim vendos sekuestro mbi aksionet? Atë me vendosjen e sekuestros në QKB mbi aksionet e palës debitore, në mënyrë automatike ndalohet kjetërsimi i kuotave të palës debitore. Gjithashtu, duke qenë se po të të flasim këtu për shoqëritë tregtare, duke qenë se pala debitore është dhe aksioner dhe mund të kryejë vendimarrjet të cilat e vendosin edhe shoqërinë në pozita mos paguese apo mos likuiditeti. Po. Me vendosjen e sekuestrës në QKB kufizohen edhe vendimarrjet që do sillnin pasojë mbi financat e shoqërisë. Kjo jo në çdo rast domethënë ka qenë efektive, por si rregull është një gjë që duhet zbatohet. A preket administratori një shoqërie nga veprimet e përmbaruesve? Të drejtat pasurore personale të administratorit të një shoqërie tregtare, a preken në këto raste? Këtu kemi dy skenare. Skenari i parë është për sa i përket detyrimeve civile. Do të thënë, kur dy shoqëri apo një individ dhe një shoqëri kanë një konflikt civil dhe janë drejtuar përmbarimin gjyqësor, në këtë rast administratori nuk cënohet në pasuritë e veta vetjake, për asnjë lloj shkaku, përveç rastit nëse përmbaruesi merr mas duke e gjobitur për pengimin e zbatimit të vendimit gjyqësor, atëherë po se vendoset sekuestro vetëm për masën e gjobës. Kurse në skenarin e dytë, kur përmbaruesi gjyqësor ka vënë ekzekutim masa administrative, atëherë ligji për kundërvajtjet administrative ka një moment që lejon edhe ekzekutimin mbi pasuritë personale të administratorit. Por gjithmonë vetëm për ekzekutimin e masave administrative mund të funksionojë kjo. Për sa i takon sekuestrove që vendosen mbi llogaritë personale apo mbi llogaritë e kompanive, deri në çfarë mase lejohet të preken dhe cili është minimumi etik cili është minimumi të ardhrave që nuk preket në rastet e sekuestrove? Atëherë, sa i përket subjekteve tregtare nuk ka një mas minimumi. Përmbaruesi gjyqësor vendos sekuestro në masën e nevojshme për ekzekutimin e detyrimit.
aq sa është masa, aq është masa e detyrimit, aq është masa që vendoset në sekuestro. Edhe për individët prap e njëjta gjë është, përmbaruesi gjyqësor vendos sekuestron në masën e nevojshme për ekzekutimin e detyrimit. Bën diferencë tu kur llogaria, po të flasim për llogarinë bankare, është llogari page, atëherë nuk cënohet një masë e caktuar. Se ka një problem këtu, ka një vakum ligjor, me thënë drejtën, në Republikën e Shqipërisë, pasi nuk është i përcaktuar me ligj masa e minimumit jetik. Do me thënë, aktualisht të gjithë i referojnë kësaj minimumi jetik në procese gjyqësore apo në përshkresë ankesa që na sillen dhe neve në gjatë procesit e ekzekutimit, por masa e minimumit jetik nuk është e përcaktuar me ligj. Pra, çka do të thotë nëse do kërkonim një shifër, sa është kjo, matematikisht nuk ka një vlerë të... Jo, nuk ka një masë minimumi jetik, nuk ka një akt ligjor apo në ligjor që e parashikon këtë. Për këtë arsye neve kemi bërë një vetë rregullim, si dhomë kombëtare për mbarimin gjyqësor, për mbaruese gjyqësor privat. Kemi bërë një vetë rregullim të kësaj me një direktivë të brendshme të dhomës, ku orientohen, sepse nuk është detyruese në thelb, por pavarësisht që të gjithë përmbaruesit në djenim time e zbatojnë të, orientohet që minimumi jetik në rastet kur paga është, flasim gjithmonë jemi te pjesa e pagës, kur paga është është më e lartë se paga minimale, atëherë përmbaruesi gjyqësor nuk do të cënojë pagën minimale. Atë pagë minimale që është e përcaktuar sipas aktit ligjor të kohës. Nëse paga që merr pala debitore është minimale, atëherë mund të cënohet 30% e saj, duke i lënë 70% pagës minimale palës të paprekur. Domethënë është një lloj vetë rregullimi që ne kemi bërë për ta unifikuar në të gjithë përmbaruesit, pasi përpara se të dilem me këtë direktivë nga ana e dhomës kombëtare, kishte masa ndryshme minimumi jetik që konsideroheshin të tilla nga përmbaruesit gjyqësor, pasi siç e thash nuk ka një masë minimumi jetik. Çka me siguri shkakton konfuzion. Po shkakton të konfuzion, përplasje, goditje gjyqësore, dhe ishte u pa e udhës nga dhoma, do të thonë për ta, se shumë ankesa drejtoheshin edhe te dhoma, edhe krijoheshin edhe pak kënaqësira për shkak të vakumit ligjor, krijoheshin pak kënaqësira apo interpretime negative karshi përmbaruesve gjyqësor, dhe u pa e udhës që të dilem me këtë direktivë, që në gjykimin tim ka dhënë një zgjidhje goxha të drejtë. Për sa i takon kundërshtimit të veprimeve përmbarimore, në çfarë faze mund të bëhen ato të procedurës? Më duket interesante kjo pyetje, pasi shpeshherë edhe në konflikte gjyqësore që kemi pasur, jemi asur me interpretimin a do të konsiderohet lajmërimi për ekzekutim vullnetar një veprim përmbarimor dhe si tillë i kundërshtueshëm në gjykatë, apo do të gëzoj vetëm statusin e njoftimit, dhe si tillë nuk e legjitimon palën për ta kundërshtuar gjyqësisht. Neve kemi mbajtur këtë qëndrimin e dytë, që lajmërimi për ekzekutim vullnetar është një akt që nuk mund të goditet si veprim, sepse në thelb nuk është një veprim përmbarimor, nuk sjell pasoja për palët, është një njoftim që palën e informon. Nuk ka karakter detyrueshëm, pikërisht. Është një njoftim që informon palën për një detyrim të caktuar dhe i jep një afat ligjor për ta zbatuar vullnetarisht të detyrim. Ndërkohë që me kalimin e ekzekutimit detyrueshëm, me fillimin e veprimit përmbarimor, çdo veprim përmbarimor brenda 5 ditësh është i kundërshtueshëm në gjykatë. Dhe cilat janë palët pjesë e këtij procesi gjyqësor në rast të kundërshtimit të veprimeve përmbarimore? Atëherë, kryesisht është pala debitore ajo që bën kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, por jo se pala kreditore nuk ka drejt për të kundërshtuar një veprim përmbarimor. Edhe ligji ja njeh një lloj të dyja palëve drejtën për të bërë kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, por ajo që ne hasemi më shumë është me kundërshtimet që bëhen nga ana e palës debitore. Kryesisht këto kundërshtime dhe veprime përmbarimore kanë të bëjnë me vlerën e detyrimit, do të thënë bëhet një ngatrim këtu te kundërshtimi veprime përmbarimor dhe pavlefshmëria e titullit, që janë dy gjëra të ndryshme dhe janë parashikuara në forma ndryshme në kod procedurës civile. Pavlefshmëria e titullit mund të kërkohet nga pala brenda 30 ditësh nga fillimi i procesit të ekzekutimit detyrueshëm, dhe ka të bëjë me titullin në vetvete, jo me veprimet përmbarimore, kurse kundërshtimi i veprimeve përmbarimore kryhet për veprimin konkret dhe brenda 5 ditësh nga nxjerrja e aktit apo e kryerja e veprimit që përmbaruesi ka kryer. Por jo detyrimisht, nëse pala
pretendon që titulli ekzekutiv është i pavlefshëm, jo detyrimisht dhe veprimet përmbarimore mund të kundërshtohen si të tilla për palishmëri. Pasi për sa kohë ekziston një titull ekzekutiv i lishëm dhe një urdhër ekzekutimi, i cili nuk është fuqizuar, i cili nuk është fuqizuar, është në fuqi deri në momentin që ne flasim, veprimet përmbarimore të kryera në zbatim të ligjit për që kërkojnë zbatimin e këtij titulli ekzekutiv janë absolutisht lishme. Pala bashkë me në rastet kur pretendon pavlefshmërinë e titullit, bashkë me ngritjen e padisë për pavlefshmërinë e titullit, mund të kërkojë, siç edhe aplikohet në shumë raste, edhe pezullimi i ekzekutimit nëse pretendohet që mund të vinë pasoja të rënda dhe të parikuperueshme me përfundimin e kësaj. Por ajo çka ne kemi vënë re është që përgjithsisht ngatrohet nga ana e avokatëve kryesisht, se janë avokatët ata që sillen nga tresat bëjnë padit, jo palët. Po. Goditen bashkarisht dhe pa përmendur asnjë element palishmërie të veprimeve të përmbaruesit. Po, sepse për aq kohë sa nuk është shfuqizuar ai urdhër ekzekutimi, ti ke një titull ekzekutiv që e ke në ekzekutim. Pikërisht. Resul, duke qenë se mendoj që aktualisht dhe ka qenë gjithmonë instituti përmbarimit tabu për njerëzit, bobo përmbaruesi, në situatën aktuale ku jemi, a janë ndërgjegjësuar në mas njerëzit për të shlyer detyrime në kohë për të mos krijuar këto, për ta shmangur procedurën përmbarimore? Nëse ty të vjen një person që është debitor, a është në gjendje të bëjë marrëveshje në çdo kohë të procedurës përmbarimore, kur është momenti që ti mund të negociosh dhe të bësh një marrëveshje për likuidim me këste të detyrimit? Qartë. Atëherë, sa i përket ndërgjegjësimit të qytetarëve për likuidimin e detyrimeve pa kaluar në procesin përmbarimor, kjo është e pyetja apo jo? Po. Kam përshtypjen që njerëzit kanë arritur një lloj ndërgjegjësimi, por gjithsesi janë akoma me atë idenë që për sa kohë nuk është një detyrim që mund vilet forcërisht, kanë atë tendencën për ta vonuar edhe nëse jo për të mos e zbatuar, por është gjithmonë ajo tendenca për ta vonuar zbatimin e është një fenomen që e kemi vërejtur gjithmonë dhe në disa raste kemi kuptuar që ka qenë dhe i ndërgjegjshëm nga ana e palës debitore. Thjesht kryerja e zbatimit e likuidimit detyrimit me vonesë. Duke i dhënë atij mundësi që të përdori lekët e palës kreditore për një kohë akoma më të gjatë, i vazhdoni përdor vetë duke lënë palën debitore pa. Domethënë jemi akoma larg, mendoj, kësaj pjesës së ndërgjegjësimit. Të disiplinës për të shlyer detyrime apo për të madje edhe kur fillon procesi ekzekutimi detyrueshëm, përsëri palët bëjnë manovra nga më të çuditshme në raste të caktuara për ta shmangur ekzekutimin e detyrës. Domethënë janë të gatshëm edhe të rrezikojnë për ta humbur një pronë duke bërë një tjetërsim fiktiv. Vetëm e vetëm që të mos zbatohet një vendim gjyqësor i caktuar. Meqense dolëm tek tjetërsimi i pasurive të paluajtshme për proceset e ankandit, çfarë mund të më thuash, si nisin ato dhe a ka një vlerë minimale që duhet të ketë detyrimi që ju si përmbarues të vazhdoni me shitjen e një pasurie të paluajtshme që mund të ketë një debitor? Jo, nuk ka një vlerë minimale, domethënë pavarësisht se sa është detyrimi, qoftë 10 lekë apo qoftë 10 milion lekë. Ligji nuk parashikon pengesë për vijimin e veprimeve, mbasi janë kryer gjitha hapat paraprake, për vijimin e veprimeve mbi pasuritë e paluajtshme. Domethënë teorikisht, nëse ka një detyrim të pa likuiduar, përmbaruesi gjyqësor ka të drejtën dhe detyrimin ligjor për të vijuar mbi pasuritë e paluajtshme të palës debitore deri në likuidimin e plot të detyrimit monetar. Procedura është një procedurë që jep kohë mjaftueshëm, mendoj, palës debitore për të reaguar përpara se të përfundohet në ankandet e shitjes pasurisë. Pasi ka disa njoftime paraprake, pala njoftohet që kur vendoset sekuestro, njoftohet pastaj që do të vijohet në procesin e vlerësimit, njoftohet sërish për pronën e vlerësuar dhe për çmimin. Mbas saj njoftohet që prapë brënd që nëse nuk marrin masa do të vijohet me procesin e ankandet. Ankandet nga ana e tyre kanë ato afate dhe shpalljes 30 ditë, 15 ditë. Ku shpallet një ankand? Atëherë një ankand, sipas parashikimeve ligjore,
është e detyrueshme që të publikohet pranë zyrës përmbaruesit, afishohet në një stend që e ka çdo zyrë përmbarimi, brenda zyrës, te hyrja e zyrës, pa rëndësi ka kjo, nuk është se është një diçka e përcaktuar në këtë lloj detaj. Dhe publikohet në 2 gazeta, ne vazhdojmë akoma për shkak të parashikimit ligjor, publikojmë në 2 gazeta me fizike në tirazhe më të madh. Kryesisht tani çdo gazetë ka edhe faqen web që e publikojnë dhe atje. Është dhe gazeta online, por ligji ka të parashikuar në 2 gazeta me tirazhe më të madh. Dhe vazhdon funksionon akoma ky lloj afishimi, përveç saj afishohet edhe në gjykatë edhe në njësinë administrative. Domethënë, afishimi publik është tërësisht transparent, kushdo mund të marrë dieni për të, dhe kushdo mund të marrë pjesë edhe në procesin ankan. Domethënë është një gjë që nuk kufizohet dhe nuk mund të mbahet sekret nga ana e përmbaruesit gjyqësor. Është totalisht transparent, i aksesueshëm. Në moment që do mungonte një nga këto elemente, atëherë do bëhet gjithë procedura e cënueshme dhe e pavlefshme në rast se do kërkojë nga palë në proces gjyqësor. Resul, qartasi, duke qenë se kemi të bëjmë me termin debitor, jam e sigurt që ndesh një rezistencë kur vjen puna te ekzekutimi i largimit me forcë nga pasuritë e paluajtshme, si është suporti i instancave shtetërore për përmbaruesit gjyqësor? Atëherë vazhdojmë akoma në duke vijuar bisedën e ndërgjegjësimit që e përmendëm pak më parë, vazhdojmë akoma të jetë një problem shumë i madh në Shqipëri ndërgjegjësimi i njerëzve, pasi e kanë humbur çdo gjë, janë tërësisht të ndërgjegjshëm, edhe për shkak domethënë shpeshherë edhe njerëz që kanë informim të mirë arsimor dhe intelektual, madje shpeshherë këta mund të qëllojnë që janë më problematikët, vazhdojnë bëjnë rezistenca për ta finalizuar procesin e lirimit dorëzimit të një pasurie që ka humbur, që janë njoftuar, ndoshta edhe kanë humbur edhe procese gjyqësore ku kanë kundërshtuar veprimet përmbarimore, dhe sërish bëjnë përpjekje pafund për të pamundsuar lirimin dhe dorëzimin e sendit. Është një fenomen që ndoshta me kalimin e kohës është zbehur disi, por vazhdon të jetë akoma një problem i qëndësishëm sa na përket neve. Sa i përket suportit të instancave shtetërore, është një lloj problemi në vetvete edhe ky, fleksibiliteti më tepër i policisë shtetit dhe i njësive administrative, pasi në shumë raste është bërë edhe, ka qenë edhe shkak për mos pamundësimin e kryerjes procesit lirim dorëzimi. Pasi neve nuk kemi asnjë lloj trajtimi special nga ana e këtyre, siç i takon të jetë, mendoj unë, nga ana e këtyre strukturave. Domethënë, nga ana e strukturave të policisë shtetit dhe njësive administrative, përmbaruesit gjyqësor nuk kanë asnjë lloj trajtimi të privilegjuar, që për shkak të funksionit zyrtar që ne ushtrojmë, duhet kishim, se fjala privilegj ndoshta duket pse duhet ne trajtohemi ndryshe nga të tjerët, por ne paraqitemi dhe i kërkojmë ndihmë këtyre strukturave në cilësinë e hallkës finale të një procesi gjyqësor. Dhe për të shkak, për të mundësuar dhënien e zbatimit të vendimeve gjyqësore, duhet që nga ana sidomos strukturat e policisë së shtetit, duhet të ishte një suport më gjithëpërfshirës dhe më fleksibël. Ky është një problem i madh, nuk dua të them që nuk na kanë mbështetur. Kemi pas mbështetjen e strukturave të policisë së shtetit dhe të njësitë administrative në çdo rast, pothuajse në çdo rast që ju është kërkuar janë paraqitur, pasi edhe prezenca e tyre në disa raste është e domosdoshme, por nuk është forma e bashkëpunimit dhe masa e bashkëpunimit në atë pikë që do duhet të ishte. Për ta përmbyllur, sepse jam shumë e sigurt që pyetja kryesore që kanë njerëzit është sa janë kostot e një procedure përmbarimore, kur likuidohen ato dhe kujt nga palët i takon likuidimi i kostove përmbarimore? Kostot e një procedure përmbarimore janë parashikuara aktualisht. Përmbarimi gjyqësor privat i ka të rregulluara nëpërmjet udhëzimit 30 vitit 2018, Ministrit Drejtësisë dhe Ministrit Financave. Për detyrimet monetare është tarifa fikse përmbarimore është variabël në varësi të vlerës detyrimit. Domethënë, duke u rritur detyrimi vjen në ulje vlera e tarifës përmbarimore, kurse për kryerjet e veprimit është e përllogaritur në varësi të pagës minimale që është në fuqi në momentin e vënies në ekzekutim të pagës. Për fillimin e procesit të ekzekutimit, për
vendimet e gjykatave administrative, pala gjyqfituese nuk ka detyrim për të kryer parapagimin e tarifës përmbarimore. Domethënë procesi i ekzekutimit të vendimeve të gjykatave administrative fillon nga përmbaruesi gjyqësor pa kosto paraprake për palë. Tarifa përmbarimore përllogaritet dhe vilet në fund të ekzekutimit të institucionit përkatës administrativ. Ndërsa sa i përket vendimeve civile, pala kreditore ka detyrimin ligjor për ta parapaguar vlerën e tarifës fikse përmbarimore dhe të çdo shpenzimi që do të dokumentohet nga përmbaruesi, dhe në fund të ekzekutimit, në rast të ekzekutimit suksesshëm, ajo i mbahet palës debitore dhe i kthehet bashkë me detyrimin fillestar i kthehet palës kreditore. Por gjithmonë në rast të ekzekutimit suksesshëm. Në rast të ekzekutimi është i pasuksesshëm, tarifa fikse përmbarimore është e pakthyeshme. Kur mund pezullohet një procedurë përmbarimore? Cilat janë rastet që ligji parashikon që ju si përmbarues mund ta pezulloni një procedurë përmbarimore? Pezullimi i procedurës përmbarimore mund të kryhet ose nëpërmjet një vendimi gjyqësor që vendos pezullimin e ekzekutimit, nëse kërkohet nga pala, ose edhe me kërkesë të palës kreditore. To janë dy rastet kur përmbaruesi gjyqësor mund të pezullojë ekzekutimin. Përveç na njeh ligji edhe një të drejtë tjetër, mbasi janë ezauruar të gjitha veprimet përmbarimore dhe një titull ekzekutiv rezultoni i pa ekzekutueshëm, domethënë pala debitore nuk ka as pasuri, as një aset apo kredi ku mund të ekzekutohet, ligji njeh të drejtën përmbaruesit gjyqësor për ta pezulluar me iniciativën e vet të ekzekutimit. Por mbasi janë ezauruar të gjitha veprimet përmbarimore. Resur, duke qenë se kjo është një temë e gjatë që ne mund ta vazhdonim pafundësisht së bashku, unë të falenderoj shumë për pjesëmarrjen tënde sot këtu, të uroj shumë suksese. Ju ftoj të na bëni subscribe në kanalin ton YouTube dhe të na ndiqni për tema të tjera juridike që ne do të trajtojmë.